Niva disa deklarata që dalin njerëz thonë na i mbrojnë a kufit i kena i po i krahasojmë armatimin ato se çka kemi ne të Kosovës me Serbina me diçka që është komplet domethënë nonsens me fol ato. Kështu që nuk duhet me rrajt popullin, duhet mi kallëzu të drejtën. Njerëz, na që kaq kem forcë, jemi shtet i ri, na nuk mundemi pa përkrajnë Amerikanëve. Kushdo qoftë që e bën qeverin, të jemi bre me sinqert me vetë vetën, jo me kallëzu. Maqedonë që thana, jemi në gjendje me mbrojt teritorin nga Serbia pak fore. Për zotin kjo ma deklarat. Jo vetëm kjo, për edhe tjerët, janë deklarata... Kur si shna dalë me thonë, marë, besani edhe njerës që s'marin vesh kërkoj falje prej ushtrisë dhe prej armatimit, me full këtë fjallë, një shtet që na kanë shliru ndërkombëtarët, e po dalë për e thamë këtë për zotin. Është një deklarat ekstrem, prandaj është çështja naive dhe ekstrem e papërgjithshme. Sepse kur je në një kafe dhe je qytetari thjesht mund të bësh filma e deklarata sa dush. Se i krijon popullit pritje të paqena. Po kur je ministër, një deklaratë e tillë është tërësisht e papërgjithshme dhe nuk është vetëm e cilësuar edhe vet, po është edhe vetë kryeministri i cili jep deklarata tërësisht e papërgjithshme siç e dha deklaratën që prej 1989-s etj etj. Fundit ne nuk do të ushtrima të forta. Po pikërisht. Edhe fushat ka dhënë një kum hugarve. është të mërshme. Nisin fushat ja falim që ka thonë, se ka qenë fushat edhe pak ma i kuptojmë. Unë nuk pajtojmë tërësisht me zonjën, sepse ne kemi një situatë, përveç ajo ndërkombëtare, thotë që është e vërtet që është presioni, sot është një bindje tek partitë opozitare, pavarësisht se ata ndoshta nuk e kanë bërë të mjaftueshme angazhimin e tyre në opozitë për ta shpalosur ose për të bërë opozitën e duhur, do të në masën sa ata janë të bindur vet, po janë të bindur se Zoti Kurti është një njeri ekstrem i papërgjithshëm. Dhe veprimet e tij, sjelljet e tij, deklaratat e tij deri më tani në rangun e kryeministrit kanë qenë të një papërgjithësie të pafalshme të një njeriu i cili ka përgjegjësi kaq shumë institucionale. Dhe është një frikë e madhe se edhe një 4 vjeçar me këtë njeri do të ketë pasoja me të vërtet shumë të rënda edhe në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, po edhe sepse ato ripërkthehen në aspektin e politikave për brenda Kosovës. Dhe përveç që na ndodhen sanksionet, përveç që na heqin prej Defender, përveç se na heqin edhe prej prap prej rendit të ditës. Defender është rikthyer më pasaj, ishte rikthyer. Po, në rregull, po do thotë është në Këshillin e Evropës. Nëse tash as special, si musafir special. Po si musafir special. Do thotë që është një sinjal i fuqishëm i Evropës dhe ata se nuk është se vetëm ne kemi cilësuar si të papërgjithshëm, nuk është çështja, po e kanë quajtur edhe janë duke e pa edhe ndërkombëtar se është një njeri jo stabil. Thotë që ka probleme me stabilitetin, ndoshta edhe emocional, le ta quajmë, sepse disa deklarata nuk janë fare të rangut të tij, siç është ajo për Blinkenin që është naiv, apo ajo puna me hajvanat, me gjitha këto deklarata nuk i takojnë një kryeministri apo një rangut të tillë. Dhe kjo tregon që ky njeri edhe në raport me ndërkombëtarët ata kërkojnë njerëz stabil që e din rangun e vet, që e din kodët e politikës dhe diplomacisë, edhe din se çka duan dhe çka mundën. Dhe në këtë rast ata nuk e kanë përballë. Nuk kanë kohë Evropa, sidomos në këtë situatë. Dhe situata është e tillë që ata nuk kanë kohë më mirë me një strukturë mendore apo me një unit, një personi i cili do të nxjerr unin e vet para se ta shpalos ta shpalos nevojën e Kosovës dhe nevojën e shqiptarëve, apo projektin e këtij vendit se ka do ka shkon dhe çka do ka bën në politikat e brendshme apo edhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Jemi krejt në fund, ju falenderoj që ishit të mësafer në